Të flasim pak për momentin më kulmor ose më të bukur le të themi të prajmit të mbrëmshëm, ballafaqimin e Malit me babain e tij pas 7 vitesh e 3 muaj, siç e tha dhe Jati. Do doja në fakt edhe mendimin tuaj për këtë çështje. Si fillim, do desha ta komplimentoj Ledionin sepse si thosh ndezi anën e tij njerëzore për ta trajtuar këtë moment tepër delikat. Dhe në fakt janë pikërisht këto momente ku moderatori është në një siklet papam në kuptimin njerëzor të çështjes, sepse është e lehtë ta thush kështu, hajde takohu ti me babain mas 7 vitesh, po është shumë e vështirë sepse ti nuk di arsyet, ti nuk di ç'a mendon njëri dhe ç'a mendon tjetri. Megjithatë Ledioni e përballoi në mënyrë të shkëlqyer. Tani televizioni këtë ka. Televizioni nuk është thjesht një dritare ku ti mund të argëtohesh apo të bësh debate apo ku diun të qeshesh e kështu me radhë, por televizioni ka një rëndësi të veçantë në momente të tilla, ka një vlerë të veçantë ku ai transmeton mesazhe familjare, mesazhe sociale, mesazhe njerëzore. Tani pyetja ime është për ju, a mendoni ju se Mali, i cili për mua vazhdon të jetë një nga personazhet më interesantë të shtëpisë së Big Brotherit, a mendoni ju se Mali bëri zgjedhjen e dur duke mos e takuar babain aty dhe duke e lënë këtë takim për një moment jashtë kamerave, apo duhet ta kishte takuar mbrëm? Tani është shumë e lehtë për ta gjykuar këtë, por sepse e thash edhe një herë, ne nuk ja dim detajet kësaj ndarje dhe nuk ja dim hallet e njërit apo tjetrit. Po ta mendojmë për një moment, të ishit ju në vend Malit, ç'a do bënit? Do e takonit apo do ta linit për një moment tjetër?